Si dojnë në memria akiretin, pa kur farzelli, pa kur far dëshire të zjartë për me e fitu ata. Qka tha alej salatu wasalam? Ihris ala ma yanfa'uk. Tha o besimtar, këshyre mirë, kom ngull kur ka diçka hajër, bane me seriozitet. Nëse duhet mu qu herët. Nëse duhet me nejt pa gjumë, rri pa gjumë. Sikur që nejti pejgamberi jonë sa sellem pa gjumë. Por çka nejti pa gjumë? Se aj e dinte muhabetin, e dinte meselën, edhe nuk e dina. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, wasta'in billahi wala ta'jaz. Kërkon ndihmë pi Allahut, mos u dorëzo. Joni thot shumë kjo serioziteti, mu quharët, mu munue 5 vakte. Tha, shikoj më tha wasta'in billah, kërkon ndihmë pi Allahut, kërkon ndihmë pi Allahut dhe mos gabo mu dorëzue. Ta'jaz, çfarë do të thonë ajz? Ajz do të thonë kush punojnë takatët. Na i thojnë edhe në gjuhën tonë ajuze, plak, e shterë në forca. Qka tha për nësam? Mos u banë qashtu. Dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam, hadin se kanë ziri imam Nesaiu, ka ba dua të Allahu, o Allah, rujën për që ti ajzit, mos u banë pa forcë, mos u banë në veç për gjumë shmukan, jepën forcë ja Rabbel Alemin. E ka lutë Allahu në gjela mos jep gjumapsh, mos jep që s'ka mundësi me sos pun të veta. Tha pejgamberi sa musta'in billah, kërkon ndihmë pi Allahut. 17 herë në ditë farz i thojnë Allahu xhelel xhelal në surën Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty të adhurojna o Zot vetëm dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Kërkon ndihmë pi Allahut. Thuaj ndua, o Allah bëm serioz. O Allah bëm serioz. O Allah largoma portacin. O Allah largoma bllokshtin. O Allah largomi gjërat të zat, ma largojnë gjallërinë. Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dëgjoj tani tash. Kur të bëhesh serioz, ka mundësi kaderi është laraman. Herë me të mira, herë me të hidhura. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. E pasi të bëhesh serioz, wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha lakana kadha wa kadha. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e nëse të godet diçka pi kaderit, gjunë Allahu me kader, me smuje, me mos sukses, me diçka që ti duket se sot aman. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Mos gabo me than, sikur ta kisha bo çështu, kish dal çështu. Mos thuaj ashtu. I ke marrë sevepët, i ke marrë shkaqet, i e kanë i zellshëm, ama jo njani për shembull ka flet deri në 12 ditës dhe thot kader Allah. Jo. E ka bo gjunajnë kader Allah, i hik namazi kader Allah. Jo. Masi ti ja ke dhon këtë munin, thuj kader Allah. Ti ke bo këtë sebepët, s'ka met asni sebet pa e morë. Sikur që na, çka bojna me të smutin, i morna këtë sebepët. Këtë sebepët e doktorin kine qojna. Edhe në fund, çka thojna? S'kish pas ilaç. Atëherë po, atëherë Allah e ka shkrujt. Ama na nuk morna asni sebep, nuk bami serios me fejnë Allahu gjilluara. Edhe pastaj thojna, po çështu be i shkon e shkrujt me për mu. Njani dha, e kone shkrujt me për mu me vesh me flet. Su kone shkrujt me, nuk u kone shkrujt me. Na po talemi, na s'pemonim e serios Allahu gjelle gjelalu, shkrimet e ti, fjalët e ti, kaderin e ti. Çka dha alayhi salatu wassalam? Mos thuaj, e kisha bo kështu, kish dal kështu. Walakin qaderullahi wa ma shaa fa'al. Por se thuaj, kaderi Allahut, çka ka dash ka bëj. Kur të kryhet puna, ka dash Allahu te bareke ve teala. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam, dijeni se kur thuni sikur ja çel derën shejtanit. Kur thuaj sikur kështu, kish dal kështu, mos thuaj. Sepse kjo ja çel derën shejtanit. Kjo është hadithi i cili argumenton se muslimani zguxon mu kanë i pllokësht, i liksht, i brisht, duhet mu kanë i gjallë, vital, me pas forcë, me pas takat. Shiko, muslimani, a qohet dikush më herët se muslimani? Po folmi për muslimanin në bazë, jo për dënim musliman ti qenje. A ka dikush që qohet më herët se muslimani? Kallëzomni në dunja, cila pun nis më herët, cila fabrik nis më herët se sa namazi sabajt. Kush qohet më herët se muslimani? A pe kupton që ka dasht Allah i pi muslimanit? Muqu i pari në dunja, i pari muquë. A i për me dal në gjami, nëse është ezanin 6, a i duhet pim 5 mu bazë. A shka thu për një muslimani cili a ma i mirë, i cili edhe namaznat e falë, a qohet dikush më herët se aj? Ska mundësi. A u qut dikush në dunja
ma herët se musliman, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Mirë, në jetën e kësaj bote, ai që ka qohet herët, çka i thojnë ana? Çi fiton? Çi fiton? E i pari që u herët ka qenë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Zguzon muslimani më koni vonshëm. Zguzon muslimani më koni vonshëm. Duhet më koni hershëm për mizan të mirat e Allahut te bareke.